Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizioni, ku jemi sërish bashkë në emision e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 14 qershor dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. 14 qershor. Ngjarje 1841. Parlamenti I parë kanadez filloi punën në Kingston. 1900. Hawaii u bë territori SBA-s. 1907. Gratë në Norvegji e fituan të drejtën për të votuar. 1927. Presidenti I Nicaraguas, Adolfo Diaz, nënshkroi një traktat me SBA-n duke lejuar ndërhyrjen amerikane në shtetin e tij. 1940. Nazistët e hapën kafin e tyre të përqendrimit në Auschwitz, në Poloninë e okupuar nga Gjermania. 1940. Ushtarët gjerman hynë në Paris. Me okupimin e Parisit u lajmërua vënia e orës policore. 1945. Burma u shlirua nga Britania. 1949. U formua shteti I Vietnamit. Lindje 1920. Lindi Ramadan Sokoli, muzikologu I shquar shqiptar. 1928. Lindi Ernesto Che Guevara, revolucionar. 1969. Lindi Steffi Graf, teniste gjermane. 1899. Lindi Yasunari Kawabata, shkrimtar japonez. Vdekje 1968. Vdiq Salvatore Quasimodo, poet italian, nobelist. 1986. Vdiq Jorge Luis Borges, shkrimtar Argentinas. Kil Kodheli, lindi më shkodër 24 tetor 1918, vdiq në Tiranë 18 shkurt 2006, ka qenë piktor shqiptar I brezit që u formua në Akademinë Italiane në vitet 40 të shekullit të 20 deri kombit. Biografia: familja e tij më 1925 vendosët në Tiranë dhe Kili I ri kryej shkollën teknike amerikane Harry Fultz. Njëkohësisht Kodheli ndiqte kurset e vizatimit pra shkollës së vizatimit. Ishte student për pikturë në ateljen e akademikut C. Siverio dhe D. Amato në Institutin e Arteve të Bukura në Rom. Me kthimin në Tiranë, Kodheli caktohet në Bankën e Shtetit Shqiptar si piktor I kartmonedhave. Për shumë vjet ishte pedagog në Liceun Artistik Jordan Misja, Tiranë dhe mëtej emërohet mësuesi thjesht vizatimi në shkollat 7 vjeçare, derisa doli në pension. Që student vlerësoi delikatesën e dritës së natyrës me raport me portretin. Në vitin 1942 fitoi çmimin e parë në konkursin e studentëve Firenze me figurën e një vajze me veshje tradicionale italiane. Kodheli gjatë qëndrimit në Itali ndikohet nga arti I Tizianit, por kur kthehet në Shqipëri, ai tërhiqet nga natyra dhe jeta e zonave të veriut të Shqipërisë dhe pjesën më të madhe të veprave ja kushtoi peizazheve nga këto zona, zakoneve e jetës së malçorëve. Artisti Kodheli ishte portretist dhe ka cikle të plota veprash me portrete të ndryshme, gra, vajza dhe burra me veshje kombëtare, gjithmonë realiste. Në këto punime mbizotron drita e fuqishme e diellit dhe spikat dukshëm një palet piktorike me prirje impresioniste. Pas piktorit Simon Rota, që trajtoi kryesisht figurat e grave shkodrane me veshje të ndryshme tradicionale, Kil Kodheli është ndër të paktët piktorë shqiptar që kriptarinë e tij ja kushtoi kësaj teme. Në portretet e tij, Kodheli zbuloi psikologjinë e femrës shqiptare të kohës në një këndvështrim tjetër, të papolizuar por të zbukuruar nga dashuria e tij për njeriu dhe veshjet kombëtare. Tablot e Kodhelit janë më pak të prekura nga arti komanduar. Ai ka realizuar kryesisht këtë tablo historike dhe galeri të tëra portretesh nga populli, luftëtar popullor dhe tablo nga jeta dhe zakonet e festave tradicionale. Kodheli njihet edhe për pastelet e tij, ku spikat kryesisht drita e fortë e diellit, delikatesa në trajtimin e formës dhe një palet shumë ngjyrshe. Artisti Kodheli ishte pjesëmarrës në ekspozitën e parë të pasluftës prill 1945 dhe I pranishëm në të gjitha konkurset, ekspozitat kombëtare dhe ndërkombëtare, Europë dhe Australi.
pastel. Në vitin 2003, presidenti i Republikës së Shqipërisë e dekoroi me dekoratën e lartë Deri Kombit. Në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë ndodhet 32 punime të artistit, ndërsa 4 punime të mjeshtrit Kel Kodeli ruhen edhe në Galerinë e Arteve në qytetin e Shkodrës, si dhe një koleksion i rëndësishëm ruhet në studion e artistit nga familjarët e tij. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Carl Ziegler, i cili ishte një shkencëtar dhe një kimist mjaft i njohur. Carl Ziegler lindi në Helsa, afër Keselit në Gjermani, më 26 nëntor të vitit 1898. Ai u diplomua në vitin 1920 nga profesor von Auers në Universitetin e Marburgut dhe u kualifikua si pedagog në vitin 1923. Pasi punoi për një periudhë të shkurtër në Universitetin e Frankfurtit, ai kaloi 10 vite si pedagog në Heidelberg. Puna e tij kërkimore në fushën e radikaleve me karbon, 3 valent dhe sintezat e tij të sistemeve unazore, me shumë antar i dha atij medaljen Leibig në vitin 1935. Në vitin 1936 ai u bë profesor dhe drejtor i Institutit Kimik. Në të njëjtën vit, ai dha leksione si profesor i ftuar në Universitetin e Chicagos. Nga viti 1943 deri në vitin 1969, ai ishte drejtori Max Planck Institut në Mülheim. Ai vazhdon lidhjen e tij aktive me institutin në cilësinë e antarit shkencor. Pas luftës, ai ishte rëndësishëm në themelimin e Gesellschaft Deutscher Chemiker, presidenti së cilës ai ishte për 5 vjet nga viti 1954 deri në vitin 1957. Puna e tij kërkimore në institutin e sipërpërmendur gjatë 20 viteve të fundit mbi sinteza dhe reaksionet në kimin e përbërjeve të organeve të aluminit, zbulimi i tij katalizatorëve të përzier me organometalik për polimerizimin e olifinjave, për shembull sinteza e polietenit me densitet të lartë, të gjitha këto janë mjaft të njohura. Ai ka marrë dhe mjaft nderime. Ai mban doktoraturën deri në mjaft universitete. Çmimi i tij Nobel u pasua nga dhënia e një urdhri të shuar nga qeveria federale gjermane. Ai është senator nderi Max Planck Gesellschaft, president themelues nga viti 1970 deri 1972. Si dhe antar nderi i shoqërive dhe akademive të ndryshme shkencore gjermane dhe të huaja. Në vitin 1971, The Royal Society London e zgjodhi atë si antar të huaj. Carl Ziegler ka qenë i martuar me Maria Kratz në vitin 1922. Ai ka një djalë dhe një vajzë. Djali i tij është një fizikan dhe një avokat, ndërsa vajza ishte një doktoresh mjaft e njohur. Ai ndoroi jetën në 12 gusht të vitit 1973. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndetit. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të specave. Specat janë një burim i mjaft i madh i vlerave ushqyese. Ato përmbajnë një sasi mjaft të lartë të vitaminave dhe mineraleve. Të gjitha specat janë një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës A dhe C, por të dhënat tregojnë se specat e kuq përmbajnë 11 herë më shumë beta-karoten se specat jeshil. Specat e verdhë nga ana tjetër kanë më shumë vitaminë C se specat e gjelbër, por më pak vitamina A dhe më pak beta-karoten. Specat e gjelbër gjithashtu kanë mjaft kalium, i cili është një mineral mjaft i rëndësishëm, i cili rregullon qarkullimin e gjakut dhe mbron muskujt. Gjithashtu është mjaft i dobishëm për shëndetin kardiovaskular. Specat përmbajnë shumë vlera ushqyese. Ato kanë vitaminë B1, B2, vitaminë E, të cilës i atribuohen veçoritë antikancerogjene, vitaminë A, acidin pantotenik, ndërsa nga mineralet më së shumti përmbajnë kalium, fosfor dhe hekur. Vitamina A është mjaft e rëndësishme pasi ndihmon në shikim më të mirë. Vitamina E gjithashtu luan një rol të rëndësishëm pasi është një ndihmë mjaft e madhe për shëndetin e lëkurës. Speci ndihmon në largimin dhe shërimin e avitaminozës, alergjive, anemisë, astmës, arteriosklerozës.
infraktit, hipertensionit, diabetit, kataraktit, impotencës, rënjës së flokëve, osteoporozës, reumatizmit dhe verbërisë e pleqërisë. Speci ka efekt të dobishëm dhe në qarkullimin kapilar sipërfaqësor për shkak të citrinës, e cila ndikon në elasticitetin dhe deportueshmërinë e kapilarëve, çka është e rëndësishme në shërimin e arteriosklerozës. Mban në kontroll kolesterolin. Kapsaicina, që gjendet tek specat, ndihmon në uljen e kolesterolit në gjak. Gjithashtu, sa më djegës të jetë speci, aq më shumë kapsaicin ka, e si rrjedhoi aq më efektiv është në çdo përpjekje për të ulur kolesterolin. Lufton artritin. Nëse konsumoni speca të grirë, të kuq ose të gjelbër, ke marrë dyfishin e dozës ditore me vitaminë C. Njerëzit që kanë doza të ulta të kësaj vitamine në organizmin e tyre janë 3 fish më të rrezikuar nga artriti. I mirë për zemrën. Specat e kuq dhe specat e verdhë kanë respektivisht 35% dhe 20% të dozës ditore të vitaminës B6 dhe 7 deri në 10% të dozës ditore të folatit. Sa më i pasur të jetë ushqimi juaj me këtë përbërës, aq më i ulët është rreziku për infraktin, sëmundjet koronare të zemrës në përgjithësi. Ai përmban një vlera ushqyese. Gjithashtu, përbën shumë benefite për trupin ton. Studimet tregojnë se guarana mund të ketë një ndikim të fuqishëm në rritjen e përqendrimit dhe kujtesën. I pasur me antioksidant, fruti guarana përmban një gamë të gjerë antioksidantësh të fuqishëm, duke përfshirë kafeinën, tianinën, saponinën, teobrominën dhe katekinat. Antioksidantët janë komponime të dobishme që ndihmojnë në luftimin e formimit të radikaleve të lira dhe parandalimin e dëmtimit oksidativ të qelizave. Jo vetëm kaq, por disa kërkime sugjerojnë se antioksidantët mund të mbrojnë edhe nga sëmundjet kronike, si sëmundjet e zemrës, kanceri dhe diabeti. Lufton lodhjen. Guarana është e ngarkuar me kafeinë, me farat e mbushura me një përqendrim të lartë të kafeinës. Kafeina vepron si një stimulues dhe ndikon në aktivitetin e disa neurotransmetuesve në trurin tuaj për të rritur nivelet e energjisë. Përveç luftimit të lodhjes fizike, disa kërkime tregojnë se guarana mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e lodhjes mendore. Një studim i botuar në revistën Apetit tregoi se marrja e tij ishte një gjendje të zvoglonte lodhjen mendore të lidhur me përpjekjet e qëndrueshme mendore të pjesëmarrësit. Guarana është prej kohësh si një ilaç natyral për kapsllëkun dhe për diaren. Ai zbut shqetësimet e tretjes. Është i pasur me tanin. Taninat janë komponime bimore që mund të parandalojnë eksertimin e tepërt të ujit në zorët për të ndaluar diaren. Rrit shëndetin e zemrës. Pruntimet tregojnë se fara e guaranas është e dobishme për shëndetin e zemrës në mënyra të ndryshme. Mund të ndihmojë në parandalimin e mpiksjes së gjakut, për të reduktuar rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Sipas një studimi nga Qendra Mjekësore e një universiteti, rezultoi se ajo mund të ulë oksidimin e kolesterolit LDL në gjak. Kjo mund të kontrollojë ndërtimin e pllakave në arterie për të parandaluar arteriosklerozën. I ofron lëkurës shkëlqim. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim mbi gurët që ecin. A e dini se në luginën e vdekjes në Kaliforni ka gurë që duken si kur ecin vetë? Shkencëtarët besojnë se kjo ndodh për shkak të kombinimit të erës së fortë dhe akullit të hollë që formohet në fund të natës. Gurët që ecin vetë ndodhet në një zonë të quajtur Racetrack në parkun kombëtar të luginës së vdekjes në Kaliforni, SBA. Racetrack është një fushë rrafshët dhe e tharë, e cila është mbuluar me krip dhe baltë. Gurët, disa prej të cilëve peshojnë disa qindra kilogram, duket se lëvizin vetë në përsipërfaqen e sheshtë të fushës, duke lënë pas vetes gjurmë të gjata në baltë. Për shumë vite, shkencëtarët nuk ishin të sigurt për mekanizmin që qëndron pas këtij fenomeni të çuditshëm. Në vitet e fundit, kërkime të reja kanë hedhur dritë mbi këtë mister. Një studim i vitit 2014 nga shkencëtarët e Institutit Scripps përdorën sensor dhe kamera për të kapur lëvizjen e gurëve. Ata zbuluan se gurët lëvizin kur kushtet janë të përshtatshme. Gjatë natës, një shtresë e hollë uji mbulon fushën dhe ngrin, duke formuar një shtresë akulli të hollë dhe delikate. Kur era fillon të fry, ajo shtyn akullin e
holl dhe gurët mbi të. Lëvizja është shumë e ngadalt dhe e padukshme për syrin e lirë, por përmes kohës dhe akumulimit, gurët përshkojnë distanca të mëdha. Ndërsa gurët lëvizin, ata gërmojnë në sipërfaqen e butë të baltës, duke i lënë pas gjurmë të qarta dhe të gjata. Kur akulli shkrin gjatë ditës dhe uji avullon, gjurmët mbeten të dukshme në sipërfaqen e thartë të fushës. Ky fenomen është unik dhe mjaft i rrallë, duke ndodhur vetëm në pak vende të botës. Racetrack është ndoshta vendi më i njohur dhe më i studiuar për këtë fenomen. Studimi i këtij fenomeni ka ndihmuar shkencëtarët të kuptojnë më mirë proceset e ngjashme në planetet e tjerë si Marsi. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 14 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm dhe i ngrohtë me dominim të kthjellimeve në pjesën më të madhe të vendit. Her pas here do të ketë kalime të lehta vranësirash kryesisht në zonat malore lindore, por pa probleme sa i përket rreshjeve. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në ulësirën perëndimore dhe bregdet, ndërsa në zonat malore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të kthjellët dhe temperatura tipike verore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 32 gradë Celsius. Kukës, 15 deri në 29 gradë Celsius. Peshkopi, 14 deri në 28 gradë. Tiranë, 19 deri në 31 gradë. Durrës, 20 deri në 30 gradë Celsius. Kavaj, 19 deri në 30 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 32 gradë. Berat, 19 deri në 33 gradë. Korçë, 14 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër, 15 deri në 29 gradë Celsius. Sarandë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 14 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot pjesërisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Në zonat e izoluara malore, gjatë orëve të mesditës dhe pasdites, nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afatshkurtra shiu. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell intervale me diell dhe vranësira lokale në disa rajone perëndimore dhe veriore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 12 deri në 29 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 29 gradë. Pej, 12 deri në 28 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 30 gradë. Gjakov, 13 deri në 31 gradë Celsius. Malishev,
13 deri në 30 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 29 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 29 gradë. Kaçanik, 11 deri në 28 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 30 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë të rishimi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rehat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.